Ku jam këtu, po e them publikisht edhe për seancën plenare, të 3 kërkesat e fundit që keni refuzuar për interpelancë, ne do t'i dërgojmë në gjykatën kushtetuese për konflikt kompetencash, sepse zotrote siç ta ka thënë gjykata kushtetuese në vendimin e vetëm para pak ditëve, në tejkalim flagrant të kushtetutës, ke marrë përsipër të azgjesosh mbikëqyrjen parlamentare, të azgjesosh të drejtat e opozitës në këtë kuvend, të azgjesosh parlamentarizmin dhe demokracinë, dhe është përgjegjësi e juaja direkte. Nëse ju nuk keni autoritet për të zbatuar kushtetutën dhe për të sjellë Edi Ramën në seancë plenare, jep dorëheqjen zotëri, sepse nuk e ushtron dot detyrën e kryetarit të kuvendit. Por ti nuk mundesh të rish në atë karige në kurrizin e të drejtave kushtetuese të deputetëve të opozitës, sepse ke frikë ti thuash kryeministrit që zotri je i detyruar të vish dhe t'japësh llogari në seancë plenare, se e ke detyrim kushtetues sipas nenit 80.1 të kushtetutës. Nuk ke guxim, ki guxim të paktën dhe dorëhiqur nga ajo pozitë.